kenu hatur që ajo që bëjnë aty nuk janë ata, është një... Aktorëve zakonisht që ecën më shumë. Aktorët. Po në të njëjtën kohë janë ata që bien më shumë të sy. Në Që aktorojnë. teatrin që bëjnë. Kuptojnë se mundohen të egzagjerojnë pak gjërat, nuk janë aq simple aq. Po. Krijon një lloj fiction. Keni parë Lart Vasilin? Ka pedani. Larti ka gjë të bukur se A gjithmonë është i vërtet Larti mendon në këtë gjë? Do të sinqerisht nuk e kuptoj. Unë e kam parë nga afër, por nuk e njoh personalisht. A është vërtet aq i egzageruar ai? Shiko, për sa kohë kam qëndruar brenda, kam pas raport mirë me Laertin, me thënë drejtën, edhe kemi qenë okej, vetëm se ka ca momente që Laerti, domethënë, tani që e shoh nga jashtë, domethënë, patjetër që janë ato momentet që mundohet krijohet një lloj empatie për Laertin, apo ku fillon të qaj, apo ku fillon të heq syzet dhe vendos gishtat në sy. Këtë gjë ka Ka aktoreske. Janë këto teknikat që të mundohesh që të lotosh sa më shumë, ne kemi. Ajo të shtyn që... vendos gishtat në. Dhe thatë kush e fiton bigun? Gjesti Ta fitoj kush detë olla manë, po. Gjesti duket favorit. Dakor. Gjesti për mu, sepse realisht nuk mendoj që duhet ta fitoj Rozan. Nuk mendoj që Laerti ka dhënë mjaftueshëm për të fituar atë lojë. Kështu që mendoj që Gjesti ka qëndruar më gjatë, izoluar dhe ka dhënë më shumë. Ka pasur gjatë situata në shtëpi. E qartë ka, po. Ka probleme patjetër pa fund, si çdo banor. Si çdo banor.